Në fillim të kësaj jave kanë hyrë në fuqi rregulloret e reja të Bankës së Shqipërisë që parashikojnë uljen e transfertave kombëtare në lek dhe në euro. Banka e Shqipërisë ka vendosur që për pagesat në nisje të nisura në formë elektronike me vlerë më të vogël ose të barabartë me 40.000 lekë, bankat ose institucionet e tjera të pagesave nuk duhet të aplikojnë komisione. Me rregulloren e mëparshme, ky kufi ishte 20.000 lekë. Dyfishimi i vlerës së transfertave që përjashtohen nga komisionet bankare e lehtëson më tej kryerjen e pagesave dhe transfertave në vlerë të vogël në ekonominë shqiptare. Rregulloria parashikon edhe ulje të komisioneve për transfertat në vlera më të mëdha e përshkallëzuar në disa shuma. Çmimi i komisioneve të aplikuara nga institucionet financiare për klientët e tyre për të gjitha urdhërpagesat në nisje me vlerë nga 40.000 lekë deri në 1 milion lekë nuk duhet të jetë më i lartë se 100 lekë. Me rregulloren e mëparshme, transfertat deri në vlerën e 1.5 milion lekëve kishin një komision tavan deri në 500 lekë për transfertat e kryera në deg dhe 250 lekë për transfertat e kryera me internet banking. Rregulloria e re parashikon që çmimi i komisioneve të aplikuara për transfertat në nisje me vlerë më shumë se 1 milion lekë deri në 5 milion lekë nuk duhet të jetë më i lartë se 500 lekë. Me rregulloren e mëparshme, transfertat me vlerë më të lartë se 1.5 milion lekë mund të paguanin një komision tavan deri në 1.500 lekë. Për transfertat më të mëdha se 5 milion lekë deri në vlerën e 10 milion lekëve, rregulloria përcakton një komision maksimal tavan prej 1.000 lekësh. Rregulloria e re ruan gjithashtu detyrimin për të aplikuar një nivel 50% të komisioneve për transfertat e kryera me internet banking.